për lojë. Kam frikë se është për vajzat, sigurt. Kemi një sfidë. Super e lingo. Qëtash? A du të mi thirë vlaj madhë? A mi thirë në? Okej. Unë të pritë mi thirë vlaj madhë. Zgjoni ka të arë. Mali i qëti gjënë. Të mjërë se sa u shtri. A të sërin do të përfjellë? Është dhe të paqë. Nuk e di. Kam përshtypjen se mos është tualet. Se ishte tualet i zënë. Ore, këto pse vonohën kështu, kur sot vllai madh në living. Po, qatë po. Ndarë vajzët jenë 8-5, Kush mungon? Okej. Juela, ndiz mikrofonin. Mos kanë bërë gjumë e kipor. Gjithë skuadra në gjumë. Hajde një pak më shpejt. Na bënë në i kipor. Roger, që kjo është majica jote e para. Kështu që po ta lo çikni. A jemi gjithë? Po. Atëherë, qetësi ju lutem. Banor, sot në shtëpinë e Big Brother vjen një sfidë që do të testoj talentin, durimin dhe ndoshta nervat. Në bashkëpunim me Lovren, make-upi kalon në duart e djemve. Është momenti që djemë të provojnë nëse din dallimin mes fondatinës, blushit edhe highlighterit. Sfida është kjo. Djemë duhet të realizojnë make-upin e vajzave duke përdorur produktet Lovren. Duke ndjekur me kujdes radhën e produkteve që gjendet në listën brenda valigjës së make-upit. Vajzat nuk lejohen të aplikojnë vetë me produktet, por mund t'i orientojnë dhe tregojnë djemve çfarë të bëjnë. Në fund të sfidës, çifte që përfundojnë transformimin do të ngjitet në LED wall për një sfilat. Vajza e çifti fitues do të fitojë një kontratë bashkëpunimi me Lovren. Dhe grupet janë Mateo Brikena, Selin Gimbo, Roger Gjuela Artane, Miri Edisa Mali, Shëndriti Nikol Stenaldo. Kështu që tash duhet mi vesh bluzet edhe me shku të gjithë në arenë edhe si pas qifteve që janë da, duni 2 djemë për shembull e qifte që janë treshe, 2 meshku që janë aty, duhet me provu me ly vajzën. Dhe më thënë treshe është... Treshe. Unë së bëj. Po. Një vetëm treshe të mithuj. Ti, Rogerti, Juela,